Ministria e Mjedisit shprehet e shqetësuar në lidhje me përmbushjen e kritereve nga ana e operatorëve ekonomik dhe shoqërive koncesionare për sa i përket menaxhimit të vajrave të përdorura. Ato përbëjnë një rrezik mjedisor, është shprehur drejtori i kontrollit të mjedisit Deshati, pasi kanë mangësira në impjantet për trajtimin dhe riciklimin e vajrave të përdorura sipas standardeve europiane. Në lidhje me problemet që ne kemi konstatuar, operatorët ekonomik të cilët janë pajisur me leje mjedisore nuk disponon impjant për trajtimin dhe riciklimin e varave të përdorura konform standardeve të Bashkimit Evropian. Operatorët ekonomik që grumbullojnë dhe administrojnë varet të përdorura nuk janë të pajisur me licencën e tipit 3-2B për kryen e këtij aktiviteti. Teknologjia për trajtimin dhe riciklimin e vajit të përdorur nuk plotëson normat dhe kriteret e certifikatës ISO. Deshati u shpreh se këto objekte, të cilat nuk përmbushin kushtet, janë vënë në dijeni dhe brenda 10 ditëve pritet reagimi prej tyre, pasi në rast të kundër do të gjobiten ose pezullohen. Të gjithë operatorëve ekonomik dhe shoqërive koncesionare nga ana e task forces i është lënë akt verifikimi, ku brenda 10 ditëve ato duhet që të paraqesin të gjithë dokumentacionin të cilin ne kemi parashtruar në akt verifikimi. Në të kundërtën, masat administrative do të jenë shumë të ashpra, jo vetëm thjesht me gjop, por deri në pezullim të aktivitetit për këto subjekte. Për llogaritet që sasia e vajrave të përdorura dhe e mbetjeve të tilla hidrokarbure të jetë e lartë në vendin tonë, pasi vetëm sasia ditore e importimit të këtyre vajrave është rreth 40.000 tonë në ditë.